Zgjedhjet parlamentare të 11 majit u zhvilluan në një mjedis konkurrues, por shumë të polarizuar, vlerëson OSBE Udiri. Raporti thekson se procesi i votimit në përgjithësi ishte i qetë, por u shënua nga një numër incidentesh të friksimit dhe nxitësit të votuesve dhe disa mangësi procedurale dhe transparencë në numërimin e votave. Sipas raportit, partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë. Terreni i garës nuk ishte i barabartë, pasi partia në pushtet nga përdorimi i burimeve administrative dhe ndikimi institucional, duke e bërë të paqartë ndarjen midis shtetit dhe partisë. U shënuan pretendime për ushtrim presioni ndaj punonjësve publik, raste friksimi të mbështetësve të opozitës dhe përdorim të rrjeteve të klientelizmit që bie ndesh me standardet ndërkombëtare. Udiri gjithashtu ka dhënë rekomandime për përmirësimin e procesit zgjedhor, duke theksuar depolitizimin e administratës zgjedhore dhe masat për parandalimin e kishpërdorimit të funksioneve publike dhe burimeve shtetërore për qëllim elektoral. Për të hequr çdo paqartësi në legjislacion në lidhje me fushatën, përdorimi i burimeve administrative për qëllime zgjedhore duhet të ndalohet që nga shpallja e zgjedhjeve deri në ditën e zgjedhjeve. Për të siguruar kushte të barabarta loje, autoritetet duhet marrin masa për të parandaluar keqpërdorimin e detyrës dhe burimeve shtetërore. Sanksione proporcionale dhe kurajuese duhet të vendosen shpejt kundër shkeljeve të tilla. Në përputhje me praktikat e mira, ligji duhet përcaktojë qartë se cilat aktivitete parazgjedhore përbëjnë shpenzime të fushatës, duke siguruar që ato i nënshtrojnë raportimit mbikëqyrjes dhe sanksioneve të mundshme. Raporti thekson gjithashtu mangësitë në kuadrin ligjor për financimin e partive politike. Korniza aktuale nuk është efektive, duke dëmtuar transparencën e financimit të fushatave dhe barazinë e mundësive për partitë dhe garuesit. Udiri nënvizon se ligji duhet të përcaktojë qartë cilat aktivitete parazgjedhore përbëjnë shpenzime të fushatës, duke siguruar që ato të jenë të raportuara, të mbikëqyrura dhe të ndëshkueshme në rast shkeljeje. Raporti OSBE Udirit e konsideron votimin si të përgjithshëm të qetë, por thekson nevojën për përmirësime të mëtejshme të transparencën e procesit, depolitizimit e administratës dhe kontrollin e financimit të fushatave për të garantuar zgjedhje të barabarta dhe të lira në të ardhmen.